Habit mjeku, konsumoni menjëherë këto ushqime. Ulin sheqerin e lartë në gjak. Rritja e sheqerit në gjak ose hiperglicemia mund të ketë pasoja të rënda shëndetësore duke përfshirë diabetin, sëmundjet kardiovaskulare dhe gjithashtu edhe dëmtimin e nervave. Kjo është një arsye e rëndësishme pse duhet të kujdeseni më shumë për ushqyerjen tuaj dhe kufirin normal të ushqimeve të dëmshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke i evituar ato totalisht nga dieta juaj dhe duke bërë përzgjedhjen e duhur në dobi të shëndetit. Por në këtë video do të rendisim disa nga ushqimet më të mira ushqyese të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja ditore, duke ditur kështu edhe përfitimet që kanë ato në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse vuani nga diabeti, kujdesuni më mirë për dietën tuaj. Konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë dhe përzgjidhni gjithashtu ushqimet që ju përshtaten më shumë. Sipas Healthline, këto janë ushqimet më të mira, të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj, sidomos nëse keni rritje të papritur të sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve, kanella është një nga ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Kanella është një ushqim i klasit të parë i njohur për përmbajtjen e tij që ka në elementët ushqyes dhe në rregullimin gjithashtu të niveleve të sheqerit në gjak. Shumë studime tregojnë gjithashtu se ajo mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit. Shumë studime tregojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë gjithashtu edhe sasinë e sheqerit në trupin tuaj, që mund të përmirësojë gjendjen dhe të stabilizojë gjithashtu më mirë organizmin tuaj. Nëse vuani nga diabeti, në dietën tuaj mund të përfshini gjithashtu edhe përmbajtjen e ushqyesve të spinaqit. Spinaqi është plot e përplot me vitamina, minerale, gjithashtu edhe antioksidantë të rëndësishëm, këto të vlefshëm për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ka një indeks të ulët të glicemisë, që do të thotë se ai nuk shkakton gjithashtu rritje të madhe të niveleve të sheqerit në gjak, duke u kthyer kështu në një element të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Provoni të shtoni spinaq në sallata, në smoothie ose në zjerje për një opsion më të shëndetshëm. Kështu do të kthehet në një aleate të vlefshme të organizmit në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe gjithashtu ndikimeve negative të tij në organizëm. Nëse vuani nga diabeti, një tjetër ushqim shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj është edhe avokado. Ky super ushqim është plot me yndyrna të mira dhe fibra, të cilat ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Yndyrnat e mira të avokadot gjithashtu ju bëjnë që të jeni të ngopur për një kohë më të gjatë, duke evituar kështu ushqyesit e dobët dhe ndikimin e tij të dobët në organizëm. Ekspertët citojnë se personat që vuajnë nga diabeti në dietën e tyre mund të shtojnë edhe boronicat. Boronicat janë të shijshme dhe të pasur me nivel të lartë të antioksidantëve, element këto është shumë të fuqishëm për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ulënduesit tregojnë se ngrënia e boronicave mund të përmirësojë rezistencën ndaj insulinës dhe të rregullojë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak. Ulëntimet tregojnë gjithashtu se ngrënia e boronicave në dietën tuaj ditore mund të përmirësojë rregullimin e niveleve të sheqerit dhe të stabilizojë më mirë edhe shëndetin tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj është gjithashtu edhe tërshëra. Tërshëra është e pasur me nivele shumë të mira të fibrave të tretshme, të cilat do të ndihmojnë ndjeshëm në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave, duke reduktuar kështu nivelin e sheqerit. Filloni dietën tuaj me një tas me tërshërë të shtuar në mënyrë të rregullt në ushqyerjen tuaj ditore. Kështu do të arrini të stabilizoni më mirë luhatjet e sheqerit në trup dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Nëse jeni një person që vuani prej sheqerit të lartë në organizëm, atëherë sigurohuni që të bëni përzgjedhjen e duhur ditore të ushqyesve. Kakao gjithashtu është një ushqim i mirë në rastin tuaj.
Kakao dhe pluri kakaos pa sheqer në veçanti është treguar se ka efekte pozitive në nivelin e sheqerit në gjak duke ju ndihmuar në stabilitet më të mirë të gjendjes suaj dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet që i kanosen vazhdimisht organizmit tuaj. Dieta është shumë e rëndësishme në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Duke u konsultuar me ekspertin e shëndetësisë dhe duke bërë përzgjedhjen e duhur në dietën tuaj, do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën dhe të parandaloni gjithashtu rritjen e papritur të sheqerit në gjak. Nëse jeni një person që vuan nga diabeti, kujdesuni më shumë për atë që shtoni në dietën tuaj për të evituar komplikacionet. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu peshkun. Peshku është një nga produktet më të rëndësishme të dietës suaj të përgjithshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimet më të mira të yndyrnave omega 3. 3 acide të rëndësishme të mbrojtjes së rritjes së papritur të sheqerit në gjak. Kështu, për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, peshku është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për menaxhimin e luhatjeve të papritura të sheqerit në gjak dhe balancën më të mirë ushqyese të organizmit. Gjithashtu, ushqimet e gjelbra janë një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese në rastin tuaj, që do ju ndihmojnë në menaxhimin e situatave të papritura dhe rritjes së pakontrolluar të sheqerit në gjak. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjetat janë plot me vlera dhe me pak kalori, duke qenë se ato treten shpejt në organizëm, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura gjithashtu me vitaminën C, që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacioneve dhe përmirësimin e organizmit tuaj. Vezët gjithashtu janë një përzgjedhje që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj ditore. Mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e situatave tuaja dhe parandalimin e komplikacioneve të papritura. Vezët në të vërtetë janë një paketë e vjetër ushqyese me përmbajtje të lartë të ushqyesve që i duhen organizmit në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit. Përveç se na mbajnë të ngopur për më gjatë, nëse konsumohen rregullisht në formën e tyre të zier, ato do të ulin në riskun e prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare dhe do ju ndihmojnë ndjeshëm në menaxhimin e situatave tuaja që dalin jashtë kontrollit. Gjithashtu vezët përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në prodhimin e kolesterolit të mirë shumë i rëndësishëm në aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj edhe për të ndihmuar në menaxhimin e luhatjeve të papritura të sheqerit në gjak është edhe kosi. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të rëndësishme për dietën tuaj, sidomos për personat diabetik. Të dhënat tregojnë se kosi mund të reduktojë gjithashtu dhe të ekuilibrojë nivelet e sheqerit në gjak duke ju ndihmuar në një menaxhim më të mirë dhe më të kontrolluar të situatave emergjente, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit përmes dietës së gabuar ushqyese. Të tjerët persona që vuajnë nga diabeti tipi 2 mund ta shtojnë kosin e përgatitur vetë në shtëpi si një ndihmë mjaft të mirë menaxhuese kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në gjak. Edhe arrorët janë një përzgjedhje mirë ushqyese në situatën tuaj. Për sa kohë konsumohen me kujdes dhe në formën e tyre natyrale të papërpunuar dhe pa shtesa të kripës, mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në menaxhimin e situatave dhe lehtësimin gjithashtu edhe të komplikacioneve të organizmit. Nëse vuani nga diabeti, arrorët janë një përzgjedhje shumë e mirë. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë gjithashtu fibra, të cilat do të treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre do ju ndihmojë të menaxhoni më mirë situatat tuaja dhe t'i vini në ndihmë organizmit tuaj, duke ndihmuar kështu shëndetin në menaxhimin e rritjes së papritur të sheqerit në gjak. Një tjetër produkt i cili mund të konsumohet fare lehtë në dietën tuaj është edhe brokoli. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij të rëndësishme ushqyese në menaxhimin e luhatjeve të papritura të sheqerit në gjak dhe gjithashtu në mbajtjen nën kontroll të problemeve tuaja. Një tjetër produkt që mund të shtohet lehtë në dietën tuaj është edhe vaj i ullirit. Vaj i ullirit ndryshe mund të quhet balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat do ju ndihmojnë të menaxhoni më mirë situatën dhe t'i vini në ndihmë shëndetit tuaj.
Përzgjedhja e duhur e ushqyesve ka një ndihmë të mirë menaxhuese. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.